Kemi të ftuar Ministren e Inovacionit dhe Administratës Publike, zonjën Milena Harito. Faleminderit që jeni në studio me ne. Si u duke studio? Faleminderit juve, është një kënaqësi vërtet, në fakt do doja që ta transferoja zyrën time këtu. Ashtu? Nëse më pranoni. Edhe ne do dorim ta transferonim studion atje. Studion atë. Jam e sigurt që këtu ndodhin gjëra në mënyrë shumë dinamike dhe. Sigurisht. Ndërkohë që edhe ju besoj se jeni me ritëm të lartë, java inovacionit në fakt, një javë e cila flet për inovacion, fillon të dielën nëse nuk e bëj? Java fillon të dielën Po, në datën 10. Në datën 10 deri në 17 maj. Është viti i dytë që organizojmë. Ne deshëm të kemi një aktivitet i cili të japi një impuls të vërtet për të gjithë, sidomos për të rinjt. Për të thënë që në Shqipëri ndodhin shumë gjëra inovative, ndodhin nëpërmjet qeverisë dhe shërbimeve shtetërore, por ndodhin shumë në shoqëri. Kuptojmë. Dhe donim të kishim një forum ku të gjitha njerëzit kenë mundësinë të flasin. Është hera e dytë pra që organizojmë në të njëjtën periudhë, sepse kjo është periudha që përkon me ditën ndërkombëtare të shoqërisë. Po, informacionit. ditën Telekomunikacion. Këtë vit kemi dhe një risi, shumë risi për cilat mund të flasim, po kemi një risi e kemi hapur dhe me Kosovën, do të vinë dhe shumë njerëz nga Kosova, shumë të rinj nga Kosova. Pra, kush është qëllimi kryesor i kësaj jave dhe i këtij aktiviteti dhe kujt i vjen më shumë në ndihmë? Qëllimi kryesor është të vësh bashkë të gjithë ata që bëjnë gjëra inovative në shoqëri, në shtet, në gjithë Shqipërinë, në gjithë trevat shqipfolë se vitin që vjen. Dhe këta njerëz të bashkëbisedojnë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të avancojnë të gjithë bashkë, sepse në të vërtetë nuk kemi rrugë tjetër, shoqëria jonë e vetmja mënyrë që të dali, të pasurohet, të dali nga niveli i jetesës ku jemi të shkojë një nivel më lart, të punësohet rinia është inovacioni dhe teknologjia. Në qoftë se një njerëz do të marrë pjesë në këtë javë, në këtë aktivitet, ku mund të marrë informacion më detajuar dhe si mund bëhet pjesë? Atëherë, kemi kalendarin e javës që është publikuar në Facebook-un tim, në webfaqen e Ministrit Inovacionit, është në gjithë rrjetet sociale. Kemi një email zyrtar që është info@innovacioni.gov.al, ku njerëzit mund të shkruajnë, dhe nga ana tjetër gjithë aktivitetet janë të hapura, do të kemi një high-tech exposition që është në diku jo shumë larg këtu ku jeni ju, në autostradën Tiranë-Durrës, me pjesëmarrës nga të gjitha anët, nga industria, nga shërbimet publike, nga institucionet shtetërore. Do të kemi një TED Talks që është e dedikuar për të rinjt, ku do të marrë pjesë Roberto Saviano, që do të ndodhi te Muzeu Kombëtar, dhe një sër aktivitetesh të tjera.